Është koha për intervistën e ditës, i ftuar në Alsat është Ali Maksuti, profesor universitar. Borxhi publik i Maqedonisë Veriut ka arritur shifër alarmante mbi 9 miliardë euro, borxh të cilin do ta paguajnë gjenerata e gjenerata të ardhshme, cilëve për shkak të borxhit që e bëjnë qeveritë, shpesh duke realizuar projekte jo produktive e zhdukin ardhmërinë e tyre. Andaj ata ikin me të madhe, largohen çdo ditë në numër të madh nga vendi që rritje shënon vetëm në borxhe. Për trajtuar temën e borxhit publik, siç thash dhe pak më parë, i ftuar është Ali Maksuti, profesor. Zoti Maksuti, mirë se erdhët në Alsat. Faleminderit, mirësjellje. Para se të bëj pyetjen, do doja nga regjia webfaqen e borxhit publik ta shohim së bashku, ta kemi në studio. Siç e shohim zoti Maksuti, derisa ne po flasim, borxhi rritet 16 euro në çdo sekond, 57.000 euro në orë dhe 1.37 milion euro në ditë. Çfarë do të thotë kjo? Tani patjetër ne të bëjmë një hyrje në të aspektin çfarë nënkuptojnë me borxhin publik dhe çfarë impakti ka borxhi publik në ekonominë e një vendi, në këtë rast Maqedonisë së Veriut. Tani në aspektin teorik, borxhi publik mund të themi, kur e thatë ju atë pjesën e kohë gjeneratat e ardhshme, mund të themi se borxhi publik është një mjet intertemporal ose ndërkohor ku shteti siguron mjete nga e ardhmja për të financuar të tashme. Dhe gjeneratat e së ardhmës do të paguajnë borxhin e së kaluarës. Dhe me thënë, kështu mund të bëjmë një... Po, sepse gjithë kjo rritje kur i përmend, vetëm shifrat duken trishtuse. 16 euro në sekund, 57.000 euro në orë, 1.37 milion në ditë. Në aspektin teorik, borxhi publik jo çdo herë është negativ, nuk shifet vetëm në prizmin negativ të zhvillimit ekonomik të vendit dhe impaktin ekonomik që ka, për arsye se borxhi publik, nëse orientohet në investime kapitale, në projekte kapitale të cilët gjenerojnë në një të ardhme afatmesme të themi, gjenerojnë të hyra, atëherë këto borxhi publik mund të jetë pozitiv. Shikohet si borxh pozitiv, themi, jo borxh negativ. Në rastin ton, shifrat jashtë vetëm lëvizin, nuk ndalen. A është borxh pozitiv? Maqedonia është në kategorinë e shteteve në zhvillim, ku borxhi është rreth 9 miliard euro, që i vjen në nivel të bruto produktit kombëtar është rreth 70 ose 75%. Raport me bruto produkt, që është e shumë, por është i menaxhueshëm. Çfarë do me thonë kjo? Është i menaxhueshëm, do me thonë borxhi publik në këto situata nuk sjell zhvillim ekonomik, por e vendon funksion ekonominë e vendit. Maqedonia nuk hyn në atë kategorinë ku funksionon ekonomia e vendit, por nuk parashifen rritje pozitive, si themi në periudhat afatshkurte, ndoshta më tutje mund të ketë perspektiv tjetër ose një strategji tjetër për menaxhimin e këtij borxhi. Që do të thotë se borxh sa duash, por nuk i vërejmë të mirat e këtij borxhi që duhet normalisht i vërejmë. Tani borxhi publik nëse orientohet, domethënë nëse orientohet për projekte kapitale, ku këto projekte kapitale do të gjenerojnë të hyra dhe në të njëjtën kohë do mbulojnë atë kuat të mëparshme, atëherë është pozitiv. Por praktikat në shtetin tonë, që është Maqedonia, po edhe shtetet e rajonit, është e ngjashme, nuk është e njëjtë, po është e ngjashme, ku borxhi publik orientohet më tepër në pjesën e kostove administrative, shpenzimeve elektorale mund të themi, por edhe në mbulimin e deficitit buxhetor. Pra e bie që nga viti 2018 deri më sot, borxhi për kokë banori është 4.450 euro. Dhe ju renditni se pse kemi këtë borxh dhe pse merret gjithë ky borxh. Tani për kokë banori, domethënë çdo lindje që bëhet tash, lindet një fëmijë me një borxh prej rreth 4.500 euro. Pra çdo fëmijë lind borxhli në Maqedoninë e Veriut. Po, por nëse ky borxh menaxhohet në mënyrë pozitive edhe orientohen marrja e borxheve pse ju pyetët pse është krijuar kjo situatë. Tani nuk është se krijohet borxhi rritet si rezultati një periudhe një vjeçare ose dy vjeçare. Ky borxh, nëse i marrim statistikat në 10 vitet e fundit, është në rritje permanente. Edhe
gabimet që janë bërë dhe që janë përsërit nga qeveritë ndryshme është se shpesh janë marrë borxhe huan nga institucionet ndërkombëtare, financiare dhe janë paguar interesat e borxheve të mëparshme dhe janë mbuluar borxhet të mëparshme që kanë qenë. Merr borxh për shlyer borxhet paraprake. Kjo ka qenë njëra ndër strategjitë të cilat kanë shfrytzuar qeveritë ndryshme. Disa mjete kanë shkuar për mbulimin e deficitit buxhetor, edhe shumë pak kanë shkuar për projekte kapitale të cilat gjenerojnë të ardhura për të mbuluar borxhet që do të ndjej qytetari. Së fundmi është lëshuar edhe euroobligacioni apo më saktë huamarrja në vlerë prej 1 miliard euro ndarë në 2 pjesë. Kamata e borxhit e shohim borxhit publik që ka arritur në 260 milion euro. Si komentoni këto shifra? Kemi edhe një kamatë më rëmendë. Po. Normal, institucionet ndërkombëtare financiare kur japin huat shteteve të ndryshme, domosdoshmërisht aty përllogaritet një normë interesi, të cilat për shtetet janë kosto financiare edhe që e prek drejt për së drejti buxhetin e shtetit. Edhe tani çfarë pasoja sjell kjo normë interesi, kjo kamat, shtetet të cilat janë në zhvillim, ku bën pjesë edhe Maqedonia, ka impakt të drejt për drejt ose ndikim të drejt për drejt në atë se shteti duhet të i orientojë mjetet për mbulimin e këtij pagesën e normës së interesit në vend që të shkojnë për shpenzime zhvillimore. Do të thonë këtu është një ndër pikat. Pastaj është edhe ka një impakt edhe tek krijimi një klime të politikës fiskale ku i kufizon të bëj në të ardhmen, në situatat krizave, të bëj ndikime pozitive duke shfrytzuar politikat fiskale në ekonominë e vendit, tek qytetarët apo tek bizneset. Për shembull, në kohën e pandemisë, ishte ajo mundësia që borxhi ishte më i ulët në atë periudhë para se të futemi në pandemi, por me një u shfrytzu një politikë fiskale ku prej 18% u bë 10% për bizneset e gastronomisë, TVSH-ja në këto situata nuk është ai luks financiar ku mund të orientohen mjetet ose të orientohen politikat fiskale për zhvillim të ardhshëm. Prandaj kjo situatë do vazhdojë kështu. Do vazhdojë? Do vazhdojë kështu. Do keqësohet? Në aspektin e numrave do keqësohet, por do vazhdojë të rritet borxhi, por nëse këto në të ardhmen, këtë e cekje hera e dytë që e cekje është, nëse menaxhohet borxhi edhe të orientohet për zhvillime dhe projekte kapitale, atëherë duke u nisur nga deri tani, a është menaxhuar apo nuk është menaxhuar dhe çfarë mund presin të ardhmen, sepse ai bie që parat po shpenzohen vërtet të borxhit për investimet projekteve kapitale, e kemi ndjer këto investime kapitale, apo ndodh që borxhi rritet edhe për shkak të projekteve jo produktive, siç kishim projektin Shkupi 2014 për shembull. Po, tani borxhi, këtu kemi një rritje të borxhit për arsye se siç tham mjetet janë orientuar vazhdimisht, edhe kjo rritje borxhit është orientuar më tepër tek kostot administrative, ku ko pas kohë janë marrë edhe kredi financiare nga institucionet ndërkombëtare financiare për mbulimin edhe të rrogave dhe të administratës shtetërore. Më herët kemi pat një rast, Maqedonia ka patur, edhe kjo edhe më tepër e ngulfat ose ekonominë e vendit në të kohë edhe rrit borxhin publik. Kurse çfarë është rëndësishme tek pjesa e borxhit publik edhe që është rrezikshme, nuk është në esencë borxhi si borxh, por çfarë prodhon borxhi. Edhe Maqedonia është në situatën çfarë ka prodhuar ky borxh i vazhdueshëm, borxhi publik. Këtu është situata më delikate, sepse pas krizës që ndodhi në pandemi, edhe krizës luftës në Ukrainë, drejt për së drejti janë prekur edhe shtetet e zhvilluara të cilat institucionet ndërkombëtare financiare ju kanë dhënë kredi shteteve në zhvillim siç është Maqedonia. Tani pas kësaj faze janë rritur normat e interesit. Edhe çfarë ndodhen? Për të mbuluar borxhet e mëparshme, Maqedonia do të detyrohet të merrë borxhe të reja me norma interese më të larta për të mbuluar normat e interesit paraprake dhe këtu edhe më tepër thellohet. Dhe për të ata ekziston ajo frika se a do përmirësohet situata, borxhi do rritet, pa a do thotë kjo që do përmirësohet apo do keqësohet, do e lëm kohës të tregoj sepse ku do përdoren në fundja këto para. Në aspektin teorik, këto numra janë të menaxhueshëm. Në aspektin teorik. Teorik, por praktik pastaj? Praktik është e vullneti qeverisë. Nuk hin detaje për pjesën se thamë, është çështja se borxhi nuk gjenerohet brenda një viti ose brenda 2 viti, është që gjenerohet
për një periudha të ndryshme kohore. Tani vullneti i qeverisë është për t'i orientu borxhet e reja që i merr nga institucionet ndërkombëtare financiare ose që krijohen prej brenda Maqedonisë, do të orientohen në këto projekte, jo vetëm projekte kapitale, por edhe në investime në arsim është shumë e rëndësishme. Investimet në energji ose investimet në inovacione. Se sot bota ma e para, do të flasë edhe për këtë çështje, por kemi dhe disa hapa të tjerë që po ndërmerren. Janë veprimet e pushtetit për marrjen e tatimit atyre që kanë fituar duke punuar jashtë ose duke kryer punë për organizata, kompani, institucione të jashtme në funksion të mbushjes buxhetit zbrazur, madje duke u kthyer edhe në vitin 2020 e këndej. Çfarë tregon kjo për buxhetin tonë? Tani tema kur u hap në Maqedoni për situatën ku kthehet 5 vite mbas për gjenerimin e tatimit personal, bëhet fjalë më tepër, është situatë tani aspekti ligjor e lejon këtë, po aspekti ekonomik. Këtu u pa se tema u hap para përpilimit të propozim buxhetit. Domethënë filloi në nëntor ose dhjetor. Përputhen periudat kur normal janë të vetëdijshëm edhe nga Ministria e Financave dhe nga institucionet tjera qeverisë, që ato e dinë sakt se ku është ai deficiti buxhetor. Edhe për të mbulu kjo, merret një masë e tillë që të kthehet 5 vite mbas për tatimit personal në këtë rast për të hyrat që kanë gjeneruar personat fizik në periudhat ndryshme kohore. Që në aspektin thash juridik. Sepse në fund të ditës askush nuk është kundër asaj që të shkilet ligji, të mos respektohet apo mos paguhen tatimet. Politikat fiskale duhet se buxheti i shtetit përmbahet nga politikat fiskale. Duhet të realizohen edhe çdo qytetar i Maqedonisë e ka për obligim të përmbush këta. Nuk themi se nuk duhet ose jemi kundër, por debati është hapur se nuk janë mbledhur në kohë, po pas 5 viteve tani mbledhen. Më thonë se të punësuarit që kanë punu në kompani të ndryshme ose kanë gjeneruar të hyra nga jashtë, jo se nuk i kanë paguar, ka raste që i kanë paguar, por Maqedonia nuk ka marrëveshje bilaterale për tatim të dyfisht me disa shtete. Edhe normal se këtu e mbulon nëse të hyrat janë gjeneruar nga shtetet të cilat kanë marrëveshje për tatim të dyfisht, atëherë nuk i kërkojnë këtu mbulesën. Për shtetet që nuk kanë. Për shtetet që nuk janë, ose që janë luftë, ose që janë situatat ndryshme, ati nuk mund të sigurohet një dokumentacion që tatimi personal është paguar në shtetin ku ai person ka gjeneruar hyra. Edhe është pak temë delikate, por esenca ku është, tash se në aspekt ekonomik, tham, duhet të ndiqen pjesën por në aspekt politik, pse tema është hapur në këtë periudhë, ajo është. Dhe pse mblidhen tatimet tani dhe nuk janë mbledhur në vazhdimsi, dhe ato tregon sepse u hapa i debati, buxheti është i zbrazur dhe për atë do mblidhen tatimet e vjetra, të rejat, më shpejt se sa. Se tani ato kanë gjeneruar hyra edhe para 5 viteve. Edhe këtë statistikë mund ta nxjerrë shteti çdo moment. Nëse sot i ka ato të dhëna Drejtoria e Republikës, ka mund të sigurojë ato edhe para 5 viteve. Edhe ta çelë këtë debat në momentin kur janë gjeneruar ato të hyra. Edhe do ishte pozitive edhe për shtetin, se ndoshta në kohë do paguheshin, nuk do ishte rëndesa ndaj qytetarëve, se tani është një grumbull një goxha shumë e madhe që duhet të kthehen. Po, sepse kanë qenë të njerëzit. Po, se nuk e kanë ditë se mund të vjen një situatë e tillë. Duhet paguhen, dhe tani është një debat ndërlikuar, kështu që duhet të menaxhohet nga ana e sidomos Drejtorisë Publike dhe Ministrisë së Financave. Nëse analizojmë gjithë këto dëna që folëm deri tani në njërin anë dhe në anën tjetër punëtorët dhe sindikatat kërkojnë pagë minimale prej 600 eurove, do të kenë protest, kanë paralemruar për ditën e nesërme sindikatat me kërkesën për rritjen e minimales dhe pagave të tjera. Do të ketë kompromis midis punëdhënësve, sindikalistëve dhe qeverisë që vërtet të arrihet kjo? Tani, Maqedonia duhet të marrim një faktor të rëndësishëm, e cila është shporta e konsumit familjar, e cila ka arritur në 66.000 denar. Edhe tani, shtetet që janë stabile, si zakonisht e bën një kalkulim të tillë ku rroga minimale kalkulohet, jepet në raport 70% të shportës së konsumit, që do me thënë, rroga minimale
duhet mbrojë deri 45.000 denar. Se 66.000 denar është shporta e konsumit, sipas sindikatës. Sipas sindikatës. Gjë që nuk i pëlqen qeverisë. Flas për shtetet të cilat janë stabile. Kurse Maqedonia ka një pozicion pak më të ndërlikuar, sepse rritja e pagave të njëjtën kohë të krejt administratës mund të ndikojë të jep një impakt të inflacionit. Mund të jep. Për të kontrolluar kjo duhet, unë mendoj, kjo është një mendim personal, që duhet bëhet një seleksionim i pagave në administratë. Të jepet prioritet sektorëve të cilët janë më të rëndësishëm. Edhe që kanë paga më të ulta, se kemi në administratë që janë pagat, ende kemi me 25.000 denar. Do të thonë punon në administratë me rrogë. Në kufirin e minimales. Këndej kërkohet nga ana e privatistëve të rritet rroga. Ka një diskrepancë e debatit këtu për pjesën e rrogave. Kurse nga ana tjetër kemi një kërkesë edhe nga odat ekonomike të Maqedonisë dhe biznesi privat ku thot, do jetë rroga minimale 36.000 denar, por diferenca e kontributeve të paguhet nga ana e shtetit. Nga do i merr shteti? Nga do i merr shteti këto para? Ne folëm paraprakisht, ne çdo vit Maqedonia ka një deficit buxhetor. Tani këtu ngarkohet edhe më tej deficiti buxhetor nëse merr përsipër shteti këtë diferencë të mbuloj të kontributeve. E thatë, për një shport konsumi 66.000 denarësh, një pagë minimale duhet të jetë 45.000 denarësh, por ja që nuk ka marrëveshje as për 600 euro pagë minimale, do të protestohet nesër, duhet sepse jemi në minutat e fundit edhe ta përmbyllim me këtë pyetjet fundit, duke i parë dhe duke analizuar trendet ekonomike. Nuk duket befasi largimi masiv i të rinjve nga vendi që për ironi edhe pushteti vete alarmon. Tani, kjo ndërlidhet me pikën e parë që diskutuam, tek pjesa e borxhit prapë. Borxhi publik jep edhe efektin psikologjik dhe emocional. Shumë të rinj, kur e dëgjojnë këtë shifër se kemi një borxh 4.500 euro sa në momentin e lindjes, edhe ka një impakt psikologjik ku një herë kërkon, thotë do kaloj dhe një shtet që është i zhvilluar, do e krijoj të ardhmen në një shtet tjetër, ku do jem më stabil spaku në aspektin ekonomik. Këtë efekt e ka. Jo vetëm në Maqedoni, po e ka pas edhe në shtetet të tjera ku efekti i borxhit publik. Por nëse borxhi publik orientohet në arsim ose në inovacione, tani bota ecën para, edhe gjeneratat e reja t'i fokusoj në përgatitjen e këtyre kuadrove, edhe mos ndodha i brain drain që themi ikja e trurit, do të thonë jashtë shtetit, të orientohet në këto investime, këto borxhe, të orientohet në këto, mendoj se në të ardhmen nuk do jenë si borxhlin të rinjt, por do jenë si produktiv të rinjt. Jo çdo herë duhet të orientohen financat në pjesën e projekteve kapitale, investimeve kapitale, në energji, por duhet jetë në resurset humane, sepse një ndër pikat kryesore funksionimit ekonomisë janë resurset njerëzore. Edhe këtu duhet fokusohet Maqedonia më tepër. Edhe do jetë një ndikim të dyjanshëm do ketë. E para është se do krijojë një rini e cila do jetë fokusuar në trendet botërore. Mund të krijohen sot kemi shumë biznese online që mund gjenerojë një njerëz prej shtëpi. Jo më të shkojë jashtë. Por ama këto duhet krijohen këto kushte. Dikush duhet t'ia u krijojë. Edhe këto borxhe më mirë të orientohen në këto në krimin e këtyre kushteve se të pasi të ndodhin mbulohet borxhi me borxh. Faleminderit shumë që sonte ishit në Alsat. Ju falenderoj edhe ju.